është zona e njohur si Bunari i Hajratit në lagjen Kolovic të Prishtinës, ku jetojnë familje të veteranëve dhe invalidëve të luftës, përballët me pamje të papërshtatshme. Hedhja e mbeturinave ka marrë për masa shqetësuese duke kthyer këtë hapësirë një pikë të ndotur edhe të lënë pasdore. Dita ndërkombëtare e tokës e ka gjetur kryeqytetin të papastër e me mbeturina të shpërndara në çdo cep. Ndërkohë kompania përgjegjëse për menaxhimin e mbeturinave, pastrimi nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim konkret për të përmirësuar situatën. Qytetarët e shohin këtë si një problem të përbashkët që kërkon më shumë vetëdije nga të gjithë, jo vetëm nga institucionet, por edhe nga vetë banorët. Qytetarët duhet jetë më të kujdesshëm në hodhjen e mbeturinave. Mendoj se pushteti lokal po bëj mos që të kemi një qytet të pastër. Prishtina meriton me qenë më pastër. Besoj që sa po lexojnë për këto portale dhe shtypi që kryetari tanishëm ka angazhuar edhe një firmë tjetër në mënyrë që qytetarët të keni pastërti, por apeli im është që qytetarët janë ata që e mbajnë pastërtinë edhe ja kujdesen për qytetin e vet, duke i mos i hedhur mbeturinat në çdo vend e pavend. Kjo që alarmohen nga qytetarët për hapjen e smundjeve, unë jam mjek për profesion, nuk është 100% që mbeturinat janë burimi kryesor i smundjeve, por kontribojnë për hapjen e mbeturinave. Unë sot para banesës time, e cila kam në Alpian, e vërejta që kontinierët ishin, po kishin hedhur mbeturinat edhe jashtë kontinierëve. Kjo është pa vetëdijsim i qytetarëve, jo i pushtetit lokal për shembull. Besoj që në termën Prishtina do të jetë më e pastër. Vera i sjell ato të vetat dhe nëse ne nuk kujdesemi vetë për shëndetin tonë, kur kush nuk mund të na detyron atëherë të kujdesemi për shëndetin. Duhet të jemi të vetëdijshëm, ose edhe mbërllogun aty që unë para isha pak ulur aty, në atë lule i kishin gjuajtur qytetar, kishin gjuajtur letra. Koshi i plehrave është pak për ball, edhe aty po është që kanë thjerë çudita. Ka shumë papërshtatsi në qytet, madje edhe në qendër këtu. Shih, tash sikur i bie sikur ne e kemi aranxhuar. S'ka 5 minuta që unë i mbledha këtu edhe i bën atë që të vijnë këta të pastrimit të pastrojnë. Po jo, nuk erdhen askush. Edhe shoh gjithandej në qytet që ka shumë papërshtatsi. Nuk do t'i bëja fajtore vetëm këto kompanitë të pastrimit. Një pjesë të fajt, mbas të madhe kemi edhe ne vetë qytetarët. Edhe ne jemi të pak kujdesshëm. Ato të cilat janë në periferi, ne jemi fajtorë. Unë po i shoh, do të thotë, kush është fajtor për atë hudhjen e do të thënë shishës plastike? Ne. Kush është fajtor për atë hudhjen e asaj qesës plastike? Jemi ne ata, do të thënë. Fajin e madhe kemi ne. Jemi të pakujdesshëm. Duhet një vetëdijsim i mirëfillt, duhet edhe ne, domethënë, mbas do duhet ndoshta edhe një aksion të ndërmirë që ta pastrojmë qytetin, që ta pastrojmë rrethinën. Ambientalisti Besnik Shabiu ka ngritur alarmin për gjendjen mjedisore në Prishtinë, duke theksuar se mbeturinat kanë pushtuar hapësirat publike të kryeqytetit. Sipas tij, dita e tokës e ka gjetur Kosovën në një gjendje të rëndë mjedisore, me probleme të theksuara në të gjitha aspektet, nga ndotja e ajrit dhe ujrave, deri te përhapja masive mbeturinave dhe mungesa e menaxhimit të qëndrueshëm të mbetjeve. Dita e tokës i gjen Prishtinën dhe Kosovën në tërësi me probleme serioze mjedisore, fatkeqësisht 3 komponentët kryesor të mjedisit, toka, ajri dhe uji, vazhdojnë të përballen me ndotje enorme.
Ndotja e ajrit nga termocentralet, makinat dhe ekonomit familjare e rëndit Prishtinën jo rrallëherë në mesin e kryeqyteteve më të ndotura në botë. Lumajnë të lënë nën fatin e natyrës, derdhja e pamërshishme e ujrave të zeza, hedhja e mbeturinave e faktorë të tjerë i kanë shndruar ujrat në gjendje kritike. Mbeturinat e të gjitha llojeve po poshtojnë vendet publike, deponit ilegale sa shkojnë e rritën, riciklimi mbetet krejt në baza minimale. Këtë vetë motoja e ditës e tokës është fuqia jonë, planeti ynë. Duhet angazhim i madh mbar shoqëror dhe vullnet shumë i madh politik për ta bërë kujdesin ndaj mjedisit prioritet. Sa më shumë që vanohemi, pasojat do t'jenë më të mëdha. Koha për veprim. Statistikat e konfirmojnë gjendjen alarmante. Prishtina rënditet ndër qytetet më të ndotura në botë për nga cilësia e ajrit.